Nëse harta e qytetit tënd duket si një pjatë me spagjeti, ti je i fiksuar pas detajeve. Nëse duket si një skiç e pastër me vetëm gjëra thelbësore, atëherë je duke parë një hartë të heshtur. Tani, le të shpjegojmë pse kjo ka rëndësi. Hartat e heshtura heqin rëmujnë më pak, etiketa ngjyra të zbehta vetëm tiparet më të rëndësishme. Qëllimi? Kuptim më i shpejt. Ato përdoren kur konteksti është i qartë si hartat e aeroporteve, për mbledhje turistike, ose harta e tregjimeve ku fokusi duhet të jetë në një ide të vetme. Shembull, imagjino një hartë metroje, që tregon vetëm pikat e transferimit dhe ngjyrat e linjave, jo çdo numër platforme, shumë e lehtë për t'u leksuar kur je vonë. Por kujdes, hartat e heshtura mund të fshehin detaje që mund t'i nevojiten. Prandaj gjithmonë shoqëroj me shtresa interaktive ose një gjendje legjende nëse saktësia ka rëndësi. Këshille shpejt, përdor kontrast të lartë për elementet kryesore dhe mbaj tipografinë minimale. Hartat e heshtura, të qarta të qeta dhe të ndërtuara për një qëllim të caktuar.